Prej 11 ditësh në Roskovec, makinerit kanë hyrë në terren dhe punimet për ndërtimin e termocentralit me gaz kanë nisur. Përndërsa fadromat punojnë, jashtë kantierit vazhdon një tjetër betejë, ajo ligjore dhe mjedisore. Organizatat ambientaliste thonë se projekti po ecën përpara edhe pse leja mjedisore sipas tyre ka skaduar dhe çështja është dërguar në gjykatë, madje edhe pranë komunitetit të energjisë. Kërkesa jonë ishte të takoheshim me një përfaqësues të Generdyshit dhe të na njihte me dokumentacionin, kryesisht me lejet. Pasi dyshojmë tek leja. Arsyeja që dyshojmë është se leja mjedisore edhe nga KM-ja ka skaduar. Leja në Këshillin e Baseneve ku unë bëj pjesë, ata nuk kanë aplikuar fare pra leje që janë para kushte për lejen zhvillimore. Ndaj po them që përballemi me shumë të panjohura. Ndërkohë banorët e Roskovecit thonë se nuk janë pyetur kurrë realisht për këtë projekt. Deri tani ata kanë organizuar 5 protesta të mëdha kundër tecit, por tani që punimet kanë nisur, ata flasin për frikë dhe presion që e bën gjithnjë më të vështirë organizimin e një proteste të gjashtë. Ne tash nuk kemi që të luftojmë me këta. Ne do ngrim protestën tonë siç na takon, duke qenë se dhe ne kemi shprehur mendimin tonë në procese gjyqësore. Me djetra herë kemi bërë thirrje që të stopohej ky test, mos bëj këtu në zonën tonë bujqësore elektorale, zona më e zhvilluar e gjithë territorit të Shqipërisë. Shquhet shumë prodhime bujqësore, sigurisht ato elektorale. Ne po bëjmë gjysmën e Evropës me prodhimet tona, kryesisht atyre të serave dhe është shumë keq. Do shkaktohet një katastrofë e madhe sepse ne dimë që ai gazi që do të shqirohet në atmosferë do të kontaminojë të gjitha bimët. Si rrjedhoj e kësaj, unë i bëj thirrje edhe një herë fermerëve, por e di që ata nuk e kanë të mundur për të ardhur këtu sepse janë të frikësuar në maksimum duke parë protestat që bëjnë banorët e Rrjodit në velipojit të Shkodrës, ata e shikojnë që po i vrasin, po i dhunojnë, po i masakrojnë, po i çojnë nëpër burgje, po i dëshin brenda për 10-15 ditë dhe i nxjerrin përsëri dhe thonë që ne s'kemi rezultat, mund të ngrihemi, por nga ana tjetër bën propagandë të gjithë administrata e bashkisë së Roskovec që ky do jetë në dobi, do jetë i mirë, mos keni merak, do punsojmë, ndërkohë ne nga ana tjetër s'kemi nevojë punësime sepse ne jemi të vetë punësuar. Edhe procesi i autorizimit është vënë nën lupë nga organizatat e shoqërisë civile, të cilat pretendojnë për mungesë transparence dhe mos përputhje me disa vendime të Këshillit të Ministrave. Nga ana tjetër, qeveria e konsideron tecin e Roskovecit një projekt strategjik për sigurinë energjetike të vendit. Por ndërsa institucionet flasin për energji dhe zhvillim, ambientalistët paralajmërojnë përndotje, shkelje ligjore dhe një projekt që mund të rëndojë për dekada mbi mjedisin dhe komunitetin. Në Roskovec, makinerit vazhdojnë punën, ndërsa betejë për tecin sapo ka hyrë në fazën më të nxehtë.